Tre shok ishin dhe secili prej tyre e luste Allahun xhaleshanuhu për një qëllim. I pari tha, une e lusë Allahun xhaleshanuhu që sa më parat më marrë shpirtin, nga se fitnet dhe problemet janë shtuar dhe unë nuk dëshiroj që në këtë situatë, në këtë gjendje, të jem në mesin e njerëzve dhe të bëj mëkate. Ai kishte parasysh dhe kështu është. Nëse jemi një shoqëri negative, aspekte negative do të vjelish, do të marrish. Nga frika që mos bëje gabime, thot unë dëshira ime është që ta lus Allahun xhaleshanuhu që të vdes para se me bërë gabime të mëdhaja. I diti tha, e dua jetën dhe dëshiroj të bëj vepra të mira. E lusë Allahun xhaleshanuhu që të më japë jetë, që ndoshta përmes ndonjë vepre të mirë të rastisi në kënaqësinë dhe mëshirën e Allahut xhaleshanuhu. Të jetoj që të veproj punë të mira. Prandaj e dua jetën, e dua zgjatjen e jetës. E i fundit thot, unë pavarësisht në çfarë situate jam, jetën time ja lë Allahu xhaleshanuhu. Ashtu siç ka caktuar Allahu xhaleshanuhu, ashtu unë mendoj se është më e mira për mua. Me kalimin e kohës, shokët i thanë, vallahi, pajtimi jot me caktimin e Allahu xhaleshanuhu është më e mira se sa dëshirat tona. Pra i pari për të vdekur dhe i diti për të jetuar jetën e gjatë.